Vite më parë, një dashuri u la pas. Një letër mbeti si kujtimi një historie që nuk mori kurrë përgjigje. Sot, e shkuara rikthehet. Evlenir misin? Yarına nikah tarihi aldılar. Ne? Dy familje që mbajnë sekretet pa thëna përballen sërish me njëra tjetrën. Düşündüğün kişi değil de bana. Ölürüm de buna izin vermem. Dhe kur një ndjenjë re lind mes dy të rinjve, e vërteta fillon të dalë në dritë. Çok seviyorum. Ama kardeş gibi. E shkuara kërkon përgjigje. Krenaria përplaset me zemrën dhe zgjedhjet bëhen gjithnjë e më të vështira, sepse disa histori nuk mbyllen kurrë ashtu siç duhet. Ne gibi bir iyi niyet var? Söyler misin bana? Letër lam të mira, premier nga e hëna në të premte, 17:05 në Kanal D. Ai ishte polic dhe u fut në burg për një krim që nuk e kishte kryer. Sanık Ahmet Poyraz Karayel'in zimmetine para geçirmek, Humbi vendin e punës dhe të birën. Sot është i gatshëm për çdo kompromis që të bashkohet sërish me të. Mahri'yi takip etmeni istedim. Dişe dokunur bir şey getirme. Por nuk e di se ç'pengesa e presin. As se njoja me një grua do ta tjetërsoj si njeri. Canın çok yandı mı? Mes dilemash ekzistenciale dhe zgjedhjesh për jetë vdekje. Një baba nuk do të ndalet për dashurinë e djalit të tij. Hapis yaptım. Yetmedi üstüne oğlumu kaybettim. Bütün İstanbul'a baba oldun, bir tek evlatlarına baba olamadın. Öldürür seni eğer duyarsam. Për tim birë, nga hëna në të premte, në Kanal D Drama. Günaydın Rıza Bey. Ha, durun gitmeyin. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bitirmek üzeresiniz.